Fasada e aeroportit të Rrinasit, kjo që po shihni ende e pa përfunduar, mund të jetë një nga fasadat më të bukura të gjithë Ballkanit, të aeroporteve të Ballkanit, e projektuar nga Casamonti, një arkitekt italian. Kjo që po shihni është vetëm pjesa ballore prej 7.000 metra katror. Ndërkohë, kjo fasadë do të rrethojë të gjithë aeroportin e Rrinasit duke shkuar në 40.000 metra katror fasadë, e gjitha prej alumini, e veshur me xham, pra e gjitha do jetë e veshur me xham, vetëm në këtë pjesë duket që është veshja deri sipër, në pjesët e tjera nuk ka mbaruar akoma. Xhamet janë me LED për t'i dhënë ndriçim me ngjyra të ndryshme dhe me projektime gjatë natës dhe me përthyrjen e rrezeve të diellit, siç e shihni gjatë ditës përmes xhamit. Disa forma xhami janë të nxjerra, disa janë të futura. 40.000 metra katror fasadë që do të rrethojë krejtësisht aeroportin e Rrinasit, duke e bërë një nga aeroportet më të bukur, me fasadën më të bukur të gjithë Ballkanit. Një struktur alumini prej 40.000 metra katror e veshur e gjitha me xham. Aeroporti i Rrinasit.